Roni Ron Kastrati, përshëndetje, pra mirë se vjen në program, edhe ti je në Prizren në fakt me punë dhe vjen nga atje në realitet. Pak më herët u shtrua si pyetje këtu sepse në realitet sa shpesh gjeti shtetas Turqisë vinë në Prizren dhe të jetojnë, sepse ne kishim një rast, një krim makapër që ndodhi në Tiranë ku një familje palestineze, pra babaja mori jetën vajzës së tij. Mirë, atër përshëndetje për të pranishmit. Shikoni, nuk e di, a e dëgjova mirë, a e përmenet, a e theksuat se personi, si pas informacionit që i kemi nga portalet dhe nga gjithë kjo situatë e kryuar nga i burimet dhe informacionet të zyrtare, se personi kër e ka kryer aktin, duket sikur ai ka përjetuar një dëshpërim ekstrem pas aktit, ose është ndërgjegjësuar për veprën. Diku e them këtë, po hipotetizoj, sepse ka tentuar të vetë lëndohet, apo ta vetë lëndoj, sa që po duket sikur po e diskutojmë dhe pastaj po vijoj me procese tjera të jetës. Dhe ajo çfarë për mua më brengos është edhe elementi i shpërhapur i rrugës në familje, dhe problemet tjera që vinë pikësh nga këto fenomene dhe është mungesa e përballjes, mos harroni, ne kemi edhe evidenca, është mungesa e përballjes së shëndetshme me frustrimet brenda familjeve. Sepse njëherë situata po agravon në vrasje. Vetëm një gjë, ta hipotetizojmë, ky e ka vrarë vajzën e tij. Por tani shtrohet pyetja, pse ka shitur drejt vetëlëndimit? Nga dëshpërimi ekstrem pas aktit, apo nga dërgjesimi? Më falë, Rën, deri në këtë momentin nuk e dim se nga vinë këto plagë, andaj nuk i kemi dhe të drejtë të diskutojmë si vetëlëndim. Por është një detaj interesant, se mund të jetë lënduar nga vetë mbrojtja e zonjave. Po vullnet? Se policia thot që personin të dyshumin kur e ka hasë për herë të parë, ai ka qenë me stigmë. Shikoni, shumë mirë në qoftë se analizojmë situatën duke i strukturuar gjërat. Ora ka qenë 5:30 e mëngjesit dhe tani. Hipotetikisht, në qoftë se analizojmë situatën, me gjas fëmijët kanë qenë në gjumë dhe ka agravuar situata, është konfliktuar raporti mes burrit dhe gruas, e që fëmijët ka mundësi që i kanë ndalur në mbrojtje nënës dhe sekundër pastaj kanë shitur në këtë konflikt verbal e fizik me babain, që pastaj babai është kundër përgjigjur fëmijëve të tyre, meqense kanë mbrojtur nënën duke i sulmuar me thik në dorë, me një armë të ftohtë. Edhe kjo mund të jetë një nga supozimet. Por shikoni një gjë, ne akoma nuk mund të flasim me këngulje pa e kuptuar thjesht ekspertizën psikiatrike dhe forenzike që është jetike dhe shumë e domosdoshme. Nuk e di se si do të vendos gjykata për këtë, por që konfliktet në familje dhe shpërthimet e humbjes së kontrollit emocionale, këto janë të vazhdueshme. Edhe ne si qenë njerëzore në shumë situata kërkojmë do mos ta menaxhojmë situatën, sepse mund të humbasim edhe tonusin e gjendjes emocionale dhe kontrollit emocional. Por unë po besoj që institucionet shtetërore do ndërmarrin masa dhe mekanizma institucional për ta zbardhur situatën dhe sigurisht që gazetarët u lumtuos, gjithë ata që kontribuojnë në këtë situatë mund të jenë të mirë informuar për të ndihmuar shoqërinë edhe profesionistët e shëndetit në dorë për të hartuar plane konkrete në menaxhimin e këtyre situatave që dita ditës po bëhen shumë të shpeshta në Kosovë. Me të drejtë thua kështu në fakt, Roni. Me sa palmet, kuptoni, burrat sot sa e kanë të thjesht vrasin një femre. Duke sigur po vrasim një kukull, e kuptoni, e vrasim këtë femër, e vrasim atë femër, e bëjmë këtë vrasje, e i skenojmë një rast, e bëjmë këtë, duke sigur vrasjet e femër e më bërë, kaq të thjeshta, e bëjmë vrasjen, kush janë burra? Çfarë kanë që ju pengojnë femrat, kur femrat sot janë gjeneratori kryesor i shoqërisë në promovimin e vlerave kryesore të jetës edhe familjes. Shkolla e Minduraku në Prizren njihet prej shkollave më kualitative, funksionale e cilësore në ofrimin e mësimdhënies. Dhe madje kanë reaguar me një postim publik në Facebook ku e kanë përshkruar vajzën dhe kanë shprehur pikëllim të thellë që kanë marrë larmin e ndarjes nga jeta të nxënësve së shkollës sot. Këtë ma konfirmoi edhe drejtori sepse kisha një bisedë me të. Drejtori i shkollës zoti Rahim Bekteshi. Prandaj nuk ka lidhje. Roni, në shkollë sepse ti thash je nga atje. Në atë shkollë flitet shqip, se neve na thanë që asnjë nga familjarët s'kan ditur shqip. Shikoni, në të gjitha shkollat, në gjitha institucionet, persona nxënësit e shtetit. Ka dhe klasë më pas që ka klasë, ka dhe në Kosovë, edhe në Prishtinë ka, Roni. Edhe në gjimnazin Sami Frashëri
ke qasët e veçanta për komunitetin turk. Po. Vetëm një, në Prizren, vetëm një gjë, t'jeni një djeni se jo pse jam nga Prizreni, po jam i bindur që Prizreni është qyteti shqiptarëve, ke pa diskutim. Po ka një gjë këtu. Perceptimin tënd. Po pra, po jo, perceptimin e gjithë se kam fakte historike për këtë. Nuk disha më shumë, nuk disha të hyrë histori kush është kryet qyteti shqiptar e kush jo, por megjithatë, po. Janë të barabartë, nuk janë të marginalizuar, respektohet në drejtat, ofrohet mbështetja. Mirë, Roni, faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi, të kemi program të presim fizikisht herën tjetër.